Jo që më kontaktu, unë ju më taku, kun komuniku, edhe me shkresa zyrtare. Për me bo ftesa, sa për me bo ftesa pa përmbajtje, na mune me bo ftesa. Po nuk janë serioze. Çka po kërkojmë na? Po kërkojmë me respektu kushtetuta, rregulloria punës të kuvendit, ligjet, me bo kuvendi, me bo qeveria, presidenti. Tash LDK-ja hjeku dorë edhe pjesëmarrjes na qeveri. Dhe nëse nuk dojnë, nuk japin vendit president. Nëse dojnë, japin vendit edhe presidenten apo presidentin. Këtë pauzë të kurtit për të mos pirë të seanca dhe vendimin që mund të jepet në hallë, në vendimin e shkatorit. Si që ndronë në kjo si është vendimi juaj në lidhje me këtë, dhe cilat do të jenë veprimet e Partisë Demokratike të Shqipërisë, do të lekë zoti senator për të mbajtur seanca të tilla mes opozitorësh apo si do të jetë. Ne vazhdojmë me besu në drejtësi. Lider ton politik, edhe historik, ka dhonë shembull që kur është interesi i vendit, e të kalojnë vetveten dhe ballavaçohen me një proces të pa drejt, në dobi të vërtetës. E vërteta është që lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës dhe e qytetarëve të Kosovës ka qenë e imponuar, ka qenë e drejtë, ka qenë luftë për liri dhe pavarësi. Ne besojmë drejtësi. Populli i Kosovës e pret me shumë interesim datën 16 shtator. Mbi bazën e asaj që kemi pa deri me tani, nuk ka asnjë arsye, asnjë fakt, asnjë rrethon që çon në një vendim tjetër, pos vendim lirues për liderët tonë, për ishudhëheqësit tonë, edhe gjatë kohës të angazhimit tyre dhe në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, po edhe në shpalljen e pavarësisë dhe në ndërtimin e institucioneve. Aja është temë që është proces i ndarë dhe nuk kisha dashur dikush që atë çështje me ndërlidh për me prodhu situata pakëndshme dhe të panevojshme për vendin. Ne do të veprojmë përputhje me rrethonat, çka na po kërkojmë që të konstituohen institucionet, të kthehet kushtetueshmëria në vend, të respektohet kushtetuta si akti më i lartë juridik, që edhe në rrethonat jashtëzakonshme nuk suspendohet, të respektohet rregulloria e punës së kuvendit dhe të respektohen ligjet dhe mos vazhdohet me shkelje të radhës të kushtetutës, rregullores së punës së kuvendit dhe të ligjeve. Për zgjedhjen e një presidenti konsensual në këtë pikë ku jemi, ata do të shndrohet në sol për një president unifikues që ka më shumë ndoshta edhe të përgjithshëm. Ma lehtë marrën vesh dakordohen dy parti politike se sa kur bohen më shumë. I ka numrat. Se propozoni që pjesë për të dëpërë të anca është... Shkak se e kanë... Jo. Opozici shpat të vendose dhe... Shiko, une kam respekt për gjitha partit politike në Kosovë. Kur kanë shkelje, i ka që jenë shkelje. Kur nuk sillen përputhje me kushtetutën, i tregoj që je shkelsi kushtetutës. Shkelsi ligje. Mirë po, LDK ka organet e veta. E ka kryetarin e vetë. Dhe normalisht që për LDK-n, flet kryetari i LDK-s, flasim për fasues të LDK-s. Ne jemi parti të ndryshme politike, kemi pas periudha ku kemi qenë oponent politik, kemi pas periudha ku kemi pas bashkëpunime dhe kemi bashkëqeveris, dhe tash ata kanë pas negociata, ju bile dini ka qenë një praktik në kaluarën kur ka pas negociata për marrëveshje, po le tretë, derisa ka përfunduar negociatat midis dy palëve që janë të negociu nuk është përzi.
nuk e ka prish ranin e negociata. Prandaj i kanë numrat, e kanë gatishmërinë, e kanë mundësinë, nuk është në diskrecion, nuk është në vullnet të asnjë individi, të asnjë subjekti politik me u vendos mbi kushtetutën, mbi rregulloren e punës. Po është absurd në veti me thonë që nëse shkelet kushtetuta nuk është e sankcionuar me çka ndodh. Në asnjë kushtetutë në botë nuk është. Me në kushtetutën e Gjermanisë. Thot kuvendi konstituohet 30 ditë pas zgjedhjeve pikë. Me në të Francës, me në të Italisë. Dikush tjetër? Me që nuk e specifikum se të shfarë të livesh në vazhdumë dhe kripë që sa në tila, veç atës, me që nuk një qenë asë të mëshurë prezant në kuvend, se e komenton që ka pravurë që ka ndohë brenda kuvend dhe fikre shënditën të dyrë të fanë fakra komunitarë, ku të vinë, dhe kemi pa gjithë të i fanë prezant të përsone, që ka ndohë dohet të përdeshi dhe dohet të posë dhe fizike që është të ka ndohë prej leftetve të Partisë Demokratike. Ne do t'i bëjmë gjitha veprimet normalisht ligjore, do të morëm veprime mbrana ligjit, mbrana kushtetutës, po edhe forma tjera demokratike të angazhimit aktiv që shtetit mi u kthy kushtetutshmëria. Unë jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe normal se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës kam pak angazhime më shumë pa se so deputet tjerë që e kanë veç pozitën e deputetit, sidoqoftë unë jam shumë injas, shumë falenderues për sjelljen shumë korrekte, shumë dinjitoze të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Më fal? Unë nuk e për, ja shiko, të kemi të qartë, se po e di ku po do me dalë. Po nuk e ki mirë, po është punë e jotja. Deputet janë deputet edhe vendi punës të deputetve është salla e kuvendit të Republikës Kosovës. Askush nuk ka të drejtë ta pengoj deputetin për mi kry aktivitetet e tyre si deputet mbrana sallës të kuvendit të Republikës Kosovës. Unë shpreh respektin maksimal për gjithë bashkëdhëtarët tonë. Se bashkëdhëtarët tonë nuk i takojnë një subjekti politik. Na gjithë kemë familjarë jashtë Kosovës. Kanë kontribute të jashtëzakonshme. Edhe gjatë viteve të 90-ta, edhe gjatë periudhës luftës e mbojnë më mirë, edhe përmes kontributeve financiare, edhe përmes pjesëmarrjes direkte. Shumë prej tyre kanë prishë dokumentacionet e nari, kanë bashkangjitur radhët ushtrisë ligjore të Kosovës. Kanë kontribute të jashtëzakonshme dhe shprehu respektin maksimal. Kuvendin e Republikës Kosovës kanë të drejtë me vizitu mënyrë të kujdesshme, jo vetëm bashkëdhëtarë, po edhe qytetarët e Republikës Kosovës. Ata si në bashkëdhëtarë që kanë shkruar. Po, ditë, do më thonë edhe qytetarët e Republikës Kosovës, sepse tek e fundit ata janë taksa pagues dhe ne kemë përgjegjësi e obligim me dhënë llogari para qytetarëve tonë. Ata janë sovrani. Faleminderit shumë. Shiko, kushtetuta u shkel. Afati kushtetues nuk është respektu. Por nuk do të thotë që tash kjo me vazhdu në infinit me vakum institucional edhe shkelje të radhës kushtetuese ligjore të rregullores punës kuvendit. Kushtetueshmëria do të më u kthy. Shkelja ka ndodhur. Gjykimi i gjykatës kushtetuese është kristal. Çfarë po kërkojnë? Me interpretimin e gjykatës kushtetuese. Ai është akt gjykim. Gjykata kushtetuese me akt gjykim e ka interpretuar në kushtetutës dhe ka thonë Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të konstituohet. Nuk thot mundet, po thot duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Afatet kushtetuese janë shkel, na po kërkojmë me u kthy kushtetueshmëria në këtë vend. Faleminderit shumë.
Atëherë të nderuara media, faleminderit sot që jeni këtu sot prezent. Edhe njëherë faleminderit sot që jeni sot këtu prezent për ta përcjellë situatën se si po rrjedh në kuvendin e Kosovës. Atëherë ne si parti opozitore do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presioni nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, por që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëjë konstituimin e kuvendit. Mbrëmë kemi pa që LDK-ja ka dalë me një konferencë dhe ka thënë që nuk ka asnjë arsye për me vonu konstituimin e kuvendit, andaj sot i bëjmë thirrje lëvizjes vetëvendosje që ta bëjë konstituimin e kuvendit dhe të vazhdojmë me procedurat tutje. Vendi jonë ka shumë punë për të bërë, ka shumë tema për të diskutuar, ku të cilat janë shumë të rëndësishme për vendin tonë, andaj sot i bëjmë edhe një herë thirrje lëvizjes vetëvendosje, mos të shkoj në zyrat ilegale, të rri aty dhe të vi në kuvend, të bëj konstituimin dhe të vazhdojmë punën tutje. Faleminderit shumë. Zonja Putu që përmendet të dëgën, pra pas qëndrimit e fundit e këtij subjekti politik, bie që Kurti nuk ka mbetur një subjekt për të negociuar për një marrëveshje politike, prandaj e keni këtë qëndrim që duhet të lehtësohet sa më parë konstituimi i kuvendit. Është shumë e rëndësishme që të bëhet një konstituim i kuvendit. LDK-ja e pam që ka dalë që do ta sfidon me president, andaj spari le të bëhet konstituimi, le të zgjidhen kryetari, nënkretar dhe pastaj ta shohim se si do të rrihet situata. Nëse lëvizja vetëvendosje dhe Kurti e ka seriozisht për zgjedhjen e presidentit, atëherë ka partinë LDK-n që do ta sfidojë dhe do ta zgjedhin së bashku. Faleminderit.